Joz Marku mbyll llogarinë e tij në Instagram. Ish konkurrenti i Big Brother VIP Albania 4, Joz Marku, po vazhdon të jetë ndër emrat më të komentuar në media e Shtypin Roz. I njëjti të shtunën goditi me shuplak gjestin, derisa po largohej nga shtëpia e famshme, si eliminuari i radhës, ndonse kjo situatë u komentua me të madhe në rrjet. Ai më pas u shoqërua nga policia dhe u lirua të nesërmen, ku deklaroi se po e provokonte të rkohen. Sidoqoftë, tani bëhet e ditur se llogaria e tij në Instagram nuk figuron më. Kjo mbase mund të jetë bërë nga vetë ai për shkak të presionit dhe komenteve negative në rrjet. Mbetet për të parë ditëve në vijim dhe nëse do të ketë një sqarim nga ana e Jozit. Finalja e madhe e Big Brother vlen të ceket se do të mbahet më 19 prill e shtunë. Pas incidentit në Big Brother, ja ku shfaqet Jozi, të shtunën e kaluar gjatë primes së Big Brother VIP Albania 4, një ngjarje pa precedent ndodhi kur Jozef Marku e goditi me shuplak gjestin pak para se të largohej nga shtëpia. Ky veprim shkaktoi reagime të menjëhershme jo vetëm Kosovë e Shqipëri, por edhe në mediat ndërkombëtare të showbizit. Shumica e komentuesve i kanë dalë në mbështetje gjestit, duke cilësuar goditjen si një akt të papranueshëm dhe të ulët nga ana e Jozit. Megjithatë, nuk kanë munguar as reagimet e ashpra kundër gjestit, përfshirë edhe ofendime të rënda. E deri tani Jozi nuk ishte shfaqur në publik. Nuk dihet pse, por ndoshta edhe nga frika, kjo pasi mori kërcënime nga fansat e gjestit. Së fundmi, është publikuar një video e tij në rrjetet sociale teksa shfaqet në një nej i rrethuar me shok. Nuk dihet saktë nëse video është bërë tani apo është e vjetër. Ka shpatën, as 24 orë nga dasma, çifti Egli Gjesti i japin fund marrëdhënies së tyre. Dita nisi e qetë për çiftin e sapo martuar Egli dhe Gjesti në shtëpinë e Big Brother Albania 4, por nuk vonoi shumë që tensionet të ndizeshin. Teksa bisedonin për gjumin dhe punët e shtëpisë, Egli vuri re se Gjesti kishte hequr unazën e martesës, një detaj që nuk i pëlqeu as pak, nuk mbaj unaz kur, as i martuar, as me grua. Unaza plastike po martese jo. Duhet të ma njohësh tipin, u shpreh Gjesti, por Egli nuk e mori me sportivitet. Dakord se ta kam njohur suratin, po mos me mbajt as 24 orë më duket çudi. Je i pafytyrë, ja ktheu ajo e mërzitur nga veprimi i tij. Në shenjë proteste, Egli vendosi ta heqë edhe ajo unazën. Larti më kërcënoi a gjeni habit me detajet që supan mbrëm në dasmën e Gjestit. Mbrëm në shtëpinë më të famshme në Shqipëri u realizua dasma e Gjestit e Eglit. Mirë po siç duket as kjo dasmë nuk kaloi pa incidente sipas Gjenit, njërit nga ish-banorëve që mori pjesë në dasmë. Gjeni deklaroi se Larti e ka kërcënuar atë pasi ai nuk i ka folur pasi ai nuk e kishte përshëndetur në fillim. Larti më kërcënoi. E gjithë kjo ka ardhur pasi në fund të dasmës Larti është afruar për t'ia dhënë dorën Gjeni, ku ky nuk ka pranuar sepse Larti nuk e përcolli në momentin kur Gjeni doli nga Big Brother VIP. Gjithashtu dhe Gjeni akuzon Lartin sepse i njëjti nuk mora asnjë mas ndaj Jozit për ta ndaluar në momentin që i njëjti goditi Gjestin. Dhe pasi mbaroi dasma Larti ja tregon të gjithën Rozanës dhe i tregon se mund t'i lëshojë ca shok Gjeni për sharrim. Dhe kjo është marrë si kërcënim nga Gjeni. Mbrëmën e hënë, në shtëpinë e Big Brother VIP Albania është martuar Gjesti me Egli Takon. Ceremonia ka qenë e zjarrt me këngëtar Remzi dhe Nexha Osmanin, derisa celebrimi u bën nga Ledion Liça. Të ftuar kanë qenë edhe dy opinionistët, Arber Hajdari dhe Neda Balluku, si dhe disa ish konkurrent. Në një moment, Loredana Brati shia duke hapur një shishe shampanje për të hedhur nga Gjesti, e në ato çaste reagoi menjëherë ish-banori Shklezen Oruçi, i cili ja largoi nga dora. Duket se e ka menduar këtë pasi një incident i tillë ndodhi në dasmën e Jozit me Loredanën. Gerta Gigjari i hodhi alkool në sy Gjestit, gjithçka e çoi edhe në spital për trajtim. Oj nuse bre, ti kujton që kështu të duron se bahati ty. Gjesti ngacmon Eglin në gjumë pas martesës. Pas martesës simbolike në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, Egli dhe Gjesti kanë nisur mëngjesin me batuta e të qeshura, duke sjellë atmosferë të lehtë dhe argëtuese për publikun. Gjesti, si zakonisht me humorin e tij të drejtë për drejtë, e ngacmon Eglin që në mëngjes duke i thënë: "As kafen s'ma ke bër, çfarë grua e jeti?" Në një tjetër moment, ai shihet duke i folur Eglit ndërsa ajo ende flinte, duke përmendur edhe nënën e tij. "Oj nuse bre, ti kujton që kështu të duron se bahati ty?" "Jo, zemër, ajo zgjohet në 5 të mëngjesit." "Jo shpirti im, ti s'qenke për shtëpi, jo kur njet, harroje, jo nuse e pa hajrit." Këto momente po shpërndahen me shpejtësi në rrjetet sociale, ku fansat i kanë cilësuar si një çift dinamik, me shumë batuta e energji pozitive që sjellin humor në shtëpinë më të ndjekur në vend. Gjesti është mjeshtër i dhunës emocionale, ka rrahur të gjithë. Rasti i Jozit vazhdon të diskutohet ende me të madhe në publik dhe medie. Rasti i paprecedent kur Jozi goditi me shuplak Gjestin në Big Brother VIP Albania vazhdon të jetë në qendër të diskutimeve. Në emisionin të ndryshme televizive, trajtohet pikërisht kjo ngjarje me fokus në ndikimin e saj dhe nëse po krijon ndasi mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe Kosovës. Pati shumë komente dhe analiza për sjelljen e Jozit, por gjithashtu u diskutua edhe për mënyrën e lojës së Gjestit.
një nga pyetjet kryesore që u ngrit ishte pse, pas këtij incidenti, Jozi pati një rritje të ndjeshme të ndjekësve në Instagram dhe përse kjo sjellje u pëlqye nga një pjesë e publikut. Gjithashtu diskutohet edhe për sjelljen e Gjestit gjatë gjithë rrugtimit të tij në shtëpi, ku ajo u cilësua si dhunë psikologjike dhe më e rëndë se ajo fizike. Curi për këtë thotë se dhuna emocionale është më e madhe se ajo fizike, abuzimi emocional është më i madh se ai fizik. Gjesti i ka rrahur të gjithë. Më tutja i shton, e ke me shkencë, dhuna emocionale, abuzimi emocional dhe psikologjik është më i madh dhe më i fortë se abuzimi fizik. Dhe Gjesti është mjeshtër i dhunës emocionale, ka rrahur të gjithë. Për rastin që tronditi publikun kanë raportuar edhe disa media ndërkombëtare. Ndërkohë, Jozi është liruar nga policia dhe ende nuk ka reaguar publikisht për ngjarjen. Çfarë gruaje je ti, as kafen s'ma bëre, Gjesti ngacmon Eglin pas dasmës, pas një nate festive ku kurorëzuan lidhjen e tyre me një dasmë tradicionale brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Mëngjesi për Gjestin dhe Eglin nisi me batuta dhe shumë humor. Pasi u zgjua nga gjumi, Egli u drejtua me një herë për në dush, ndërsa Gjesti shndroi jashtë duke ndjekur me sy dhe nis të bëjë shaka me të me ironi. Ai i drejtohet Eglit duke thënë: "Qysh? Çfarë gruaje je ti? A burri është merr?" Gjesti vjo me shaka, duke ngacmuar për mungesën e kujdesit pas martesës. "As kafen s'ma ke bër, asgjë. Krejt vet i bëra. Asgjë nuk ndryshoi në jetën time. Vet prap, vet. Jo, more vëlla." Më pas, ai afrohet te dushi, fut kokën brenda dhe kërkon një puthje nga Egli, të cilën edhe e merr, ndërsa çifti shkëmbet një moment të ëmbël dhe intim, por Gjesti nuk ndalet me kaq dhe vazhdon humorin me të njëjtin shëndrim i zhgënjur, duke thënë: "Asgjë nuk ndryshoi në jetën time, jeta prap vazhdoi. As kafe. Kështu nuk shkon. Krejt ata dëshmitar le ta din, s'është duke shkuar mes nesh." Momenti shkaktoi të qeshura dhe u komentua me njëherë në rrjet, ku shumë fansa e panë si një mënyrë argëtuese me batuta spontane, tipike për Gjestin për të ngacmuar partneren e tij në mënyrë të dashur pas dasmës. Zebrvoki thumbon. Postimi i tij në Instagramin një vajze duke mbajtur një djalë në krah, dyshohet si kuni ndaj Eglit dhe Gjestit, pas tensioneve të fundit në Big Brother VIP Albania dhe dasmës së mbrëmshme mes Gjestit dhe Eglit. Ish-banori i Big Brother Zebrvoki ka bërë një postim në Instastory që u interpretua si mjaft ironik dhe me nënkuptime. Ai publikoi një video ku shihet një çift në det, vajza e mbante djalin në krah, ndërsa ai ishte krejtësisht pasiv, me trupin e shtrirë, pa bërë asnjë lëvizje. Videoja shoqërohej me mbishkrimin: "Se me kë më ngjan ky kapërlli", duke lënë vend për interpretime të shumta. Postimi u mor si një kunjë drejt për drejt për Gjestin dhe Eglin, marrëdhënia e të cilëve shpesh është komentuar si e pabalancuar. Shikuesi kanë vënë re se Egli ka qenë ajo që zakonisht merr hapën e parë dhe duket sikur është ajo që mban gjallë lidhjen, shpesh në rolin e shtyllës së çiftit. Ky reagim vjen vetëm një ditë pasi Zebrvoki mbajti një live në Instagram, ku bëri thirrje për maturi dhe për të mos e kthyer ngjarjen e dhunës mes Jozit dhe Gjestit në një përçarje Kosovë-Shqipëri. Ai apeloi që dhuna të mos nxit më shumë dhunë dhe që të ruhet respekti mes palëve. Ndërkohë, Egli dhe Gjesti kurorëzuan marrëdhënien e tyre në një ceremoni simbolike brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, pas kërkesës së Gjestit për të realizuar një dasmë tradicionale sipas formatit të spektaklit. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!